Përshëndetje nga kuzhina Niri. Sot kam vendosur të përgatit një turshi shumë të shishme që bëhen tepër të mira edhe nuk zbuten as pak që mundeni me shtit tash turshin për kohën e dimrit, sidomos ju grëbeqorë se jeni tash në Kosovë edhe doni mi morë me veti për në shtetet e jashtme. As pak nuk zbuten, as pak nuk prishen edhe qëndron deri në vitin tjetër, kështu pju them sepse veti kom shti kështu në Gjermani edhe shtash pra një jove kanë përfundu pra turshia e vjeçit. Kështu që qanë nevojitën janë speca sëmvorka, nuk e mat në mosën sepse këto palohen në një burë të 20 litrave. Speca sëmvorka ja largoni forat i pastrani, krip të trash, vaj, ufull 9%. Thelbit e hudhrës, pra 6 hudhra i kom ngri, edhe biber kukër, një burë e 20 litrave. Tash e merrni çdo spec një nga një, edhe ja qesim. Bismillah, ja qesim një lugë të mesme me krip brenda, një lugë të çaj, falni, krip të trash, një lugë të mesme me vaj, një lugë të mesme me ufull 9%. Edhe i merrni specat e qesim në burë. Këto pra nesërmen krejt janë të paluara. Edhe i nxan tani të dy enë që i kom mbush me speca, paluhen edhe i nxan brenda. Mbasi kemi mbush kështu një ren speca, ja kemi qitë pra një ren me thelbit e hudhrës edhe prap vazhdojna pra me specat duke i mbushur brenda, një lugë të çajit me krip, një lugë të mesme me vaj, një lugë të mesme me ufull 9% edhe deri në fund pra deri të mbushet burja, tjera të lojna ondash me si nxan, nesërmen e qesim pra brenda. Asu keni nërvoj me qitë long ekstra, e lëshojnë longën e vetë, palohen edhe bëhen të forta guri. Tash e kom mbush pra njënën burët 20 litrave, e shef një është e mbushur krejt. Këto kur t'ja mbulojna pra me kapak, t'ja u qesim pra kapakun, këto shkojnë palohen edhe ullën nesërmen. Pra të arsye kom mbush edhe këtë gjysmën tjetër, ma pak se gjysma, po ashtu me krejt përbërësit që thash brenda pra, me ufull, me krip edhe me vaj. Tashti e lojna të dyat kështu, ja u qesim të thelbit e hudhës që kanë të pru brenda, në këtë burën e madhe, ufullën edhe vajin, ja kthejna pra krejt brenda. I mbyllim pra edhe burët me kapak, edhe i lojna deri të nesërmen pra kur palohen, këto tjera pra i qesim të kjo burë këtu, thelbit e hudhës, bëhet një turshi perfekte që me të vërtet nuk prishin as pak. Shumë motra thojnë jona i kemi shtin shtator janë zbut krejt. A dhe përshka ju kanë zbut juve specat ju motrat. Doshra se këtu e specat bashës. Prej nëmës që i kanë njerë me tezën. Kështu që neve që të shpia juar për turshi, edhe na kanë vetë kushërit edhe vesin hala për receptën, sepse turshia s'na prishet kur. Pse ju prishet juve se shkoni i bleni dorës dytë aty mojet specave që i themi ne, edhe kjo është dora e parë. Pra, më e mira turshi bëhet prej shtyne dorës parë specave, që shto je marrë në Kosovë, pra ata më kanë pritë. Marrin biberin kokër edhe e qesim. Oj motra neri pse s'përshkon pushime, oj motra neri pse s'përshkon pushime, pra motra të ndhe. Edhe jo thajsa, unë shkoj në kohën e këtyne turshive, në kohën e rushit, sidomos rushit rëhovecit, kështu që ju i keni kry pushimet, unë tash po vazhdoj me receta. Ja qesim edhe vojnë që na kanë bet në të dy ondë, në të dy burët, edhe i mbulojna pra të dy burët me kapaka. Deri të nesërmen në lënin mbulume, si që thash me parë, kur të palohen këtë burën që i këmu shkrejt speca shkojnë pra të palu, i qesim edhe këtë gjysmën tjetër, jam bëllë një kapakun e bardh mas pari, këtë mandej kapakun e zi, edhe i leni në një vend pra që është ju shumë i nxehtë, ose në podrum, ose në bas shpije këto që keni bashën, neve na befshin mirë, juve po ashtu nëse i provoni, faleminderit për përkrojnë që ma bani komentet e bukura. Ju përshëndes nga Kosova ju në dashur e deri në recetën e radhës, nga kuzhina Niri, të tha miru pafshim.